kërshkullet e flokëve dhe gricjet e faqeve. Faleminderit shumë. Ishte pra një duar tërkitje zjarrt. Faleminderit dhe mirë se erdhët në quiz show-n më të ri në Ballkan, në quiz show-n më të famshëm në Europë, Radha. Faleminderit. Ndërkohë, lojtarët tanë, Jennifer, deshe të thuash diçka, po, okay? Dhe të përshëndesja publikun, të luta. Okej. Përshëndetje të gjithëve! Pau, Jennifer, pau, sigurisht, faleminderit. Pra, po thoja, ishte Jenniferi jonë e bukur, është bashkëpunëtorja ime, është esenca e këtij programi. Faleminderit. Po thoja që lojtarët tanë sot kanë zënë radhën e qumshit këtej dhe po bëhen gati që të luftojnë fort me qëllim që të kapin fronin, të kapin vendin ton magjik. Dhe pa humbur kohë, Jenniferi do të ftoj lojtarin ton të parë për sot. Jam unë, kisha vënë një tull atje, kisha rojtë radhën qavën e kaluar. E kuptoj. Ullu, zërvënd. Si e? Faleminderit, jam shumë mirë. Të uroj shumë fat zemër. O Zot, se ma bëre këtë ndërë që njoha këtë Jennifer. O Zot. Ndërkohë, Jenniferi, bashkëpunëtorja ime, esenca e këtij programi, ka një lançim për të bërë. Do të klikoni në eventin tonë më të mirë. Dhe do të shikoni foto shumë hot, shumë të nxehta, shumë provokuese. Të kujt? Të këtij çonet këto. Klikoni dhe ejani. Ku të klikojnë foto hot tuat më po, që jenë të erezi më. Klikoni pra. Kalendar me këta më shtatori, mjeshta. E pra klikoni që të vini me vrap tek ne, të vini me vrap tek Jenniferi, por sigurisht të vini me vrap edhe tek unë. Mos harroni, mund të klikoni në TVV ITER dhe në Scype. Okej, Atere, pa humbur kohë, Jenniferi le të shkoj tek konkurrenti tjetër dhe ne do të fillojmë lojën. Ku po shkon ti? Ullu zërvën tu. A bot mizore. Atere mirë se erdhe, lojtari ju njëri, juve nga vini. Unë nga shtëpia, sa po bleva dhe një... Bleva dhe pak djathë aty, ka që ke bulmeti. Shumë mirë. Juve me çpash unë hyt me këmbën e djathtë, jeni ndonjë çik supersticioz? Me këmbën e djathtë? Po. A se vura re fare? E vura re unë. Ajo që lovi. E vura re unë. Jeni supersticioz? Sot në shtëpi po shikoja një çadër mu hap çadra. Pra, pa mundur. Dhe tha mami do të eci shumë tërë sot. E pa mundur. Okej, atëherë juve duhet të përgjigjeni pyetjeve të tripletës son të parë dhe mbasi të përgjigjeni sakt, ju mund të triqni një cili? Jeti more burë, unë jam Smel Qemali. Jo, do të treqësh një cilindër, e kam fjallën, do të treqësh një cilindër. Atëherë kujdes, pyetja e parë për ty sot do tjetë, ku gjendet sasia më e madhe e peshkut? Në detin Adriatik? Sasia më e madhe e peshkut gjendet midis bishtit dhe kokës. E pa mundur, ishte përgjigje sakt. Ishte përgjigje sakt, juve e fitua tripletën e parë për sot, pra juve keni të drejtë që të triqni një cilindër këtu tek globi ynë magjik dhe misterios. Po, e pa mundur, ja cilindri që zgjodhi, e pa mundur, atëre, cilindri që zgjodhi lojtari ynë, le të shohim se çfarë i ra. E pra, i ra Vizhdo Birish. Pa humbur kohë, le të ftojmë Gjinin. Shë bode, si a shove, uraj që t'jini mire, që t'jini fatë më shiket loj. Më falë, qarë gju e foli këj, me titrës... Mund të ma përkthesh pak... Mos bëj zë, do t'a përkthej unë pak më vonë. Dakor. Pyetjen, mund t'i bësh pyetjen? Pyetja për të, Po. Ku anet Flemuri? Në Tiron, apo në Tropoj?
mund të ma përkthesh pak të lutem? Po të pyet ku është ngritur flamuri, në Tiranë apo në Tropoj? Ha, mua do të ma fuzësh ngritur në Tropoj se kam parë ke lajmet. E zjeti. A e se saktë? E pa mundur. O, zëtri. O, që ka kokë, që ka kokë. O, sta, je ëllë. Faleminderit e shoqërimi Duart Rokitje Gjinin. Qarë fitova? Juve sa po fitua 2 milion lek, wow, ha? Apo zdeshte dhe mami lavatrice për të janë. E pra, atere, doni të vazhdoni me një triplet tjetër, apo doni të shkoni tek froni magjik? Ke froni. Ke froni? Pra... Edhe si shpo të thesha, mami ti thash që të vish ke shtëpia, po tha sille njerëz qartë të shkojmë qarë familja, është e bukur. A njaj si Toni Montana me Elvirën? Edhe i tha ta shikoj një live, thash unë shme mirë live se sa në televizor del kot fare. Ashtu. Dëgjam. Urdhro. Shumë shpejt, zemër. Shpejt, të qatë bëj të pres? Po qatë bëj? Të shpejt të pres, unë kam pritur 2 vjetë ke kuhici me këtë, mos pres për ty. Atere Gjenifer, mos ja zjatë shumë ati, të lutem eja këtu, e pra... Në botë mizore. Gjenifer i afrohet me një Duart Rokitje të zjartë. Dhe me shkullje flokës sigurisht, dhe Gjeniferi na ofron një lojtar tjetër. Rava! Afrohet pra lojtari ri, edhe zëvënd, po, okej? Okej. Atere. Ullu, zotri, ullu. A mund në thoni juve nga vini? Nga Honoluluja. Nga Honoluluja. Nga shpia nga Nga shpia, si queni? Zyliha. Zyliha. Altine më dha. A jeni Altini, digjo këtu ti, Zyliha. Do ta hashti, po do ta hash shumë shpejt. Atër, Zyliha, ti i nje rregullat... Ti i nje rregullat e kësaj loje, e qërët si ka kjo. I nje fa po si njefti rregullat. Atëre, kujdes, kemi një pyetje për ty dhe pyetja e parë për ty do t'jetë. Cili sport të bën që ta mbash në formë të mirë trupin? Noti apo shahu? Kush thoni ju më dha? Shahu! Shahu, po pse? Shahu? Pse kështu? Po vetëm në arsye se... Po t'ishte noti, atëre pse balinat janë të shëndosha? E pa mundur është të sakt, kjo përgjigje është të sakt. Faleminderit. E pa mundur... Juve, me që përgjigjet sa, keni të drejtë të trishni një cilindër këtu në globin ton misterios, i cili ka 20 milion lek të cilat ne kemi vendosur t'i ndajmë me juve. Po, atere, e zgjodhe cilindrin, leta shikojmë, ma ep mua këtu, atere, cilindri që zgjodhi zotria ka, wow! E pa mundur, juve sa po fituat 1.999.999 lek, wow! E pa mundur. Faleminderit. E pa mundur, Faleminderit. Me gjitha të, për 1 lek, juve nuk mund t'ullin do tek froni, kështu që do të qëndroni këtu me mua. Dhe me që fituat kaq lek, juve keni të drejtë të zgjidhni dhe një opcion tjetër. Faleminderit. Atere, le ta rrotullojmë globin misterios dhe le të zgjedhim një opcion. Ja, zgjodha opcion. Ja, opcioni tjetër. Bjere këtu. Urdhë. Bjere këtu. Le të shohim, shpresoj mos i kenë rënë lek kësaj radhe. Wow! Atere juve sa po jura në Ina Aristokrata. Ftojmë bukrën me një Duart Rokitje. Mimroma. Mimroma. I pyetje kishim në atë qëna. Pa. Pa i herë. Në qoftë se... Qa kina për të bo una, në qoftë se mjetit i digjet fabrika e qirive?
Që e ke numrin e Metit. Me në telefon dhe thuj, po ti që fabrika, ti më qojmë zjarin. Përgjigja është e pasaktë. Qa thot kjo, më vlla? Sepse una kina për të bo, kina për t'i knu kongën Happy birthday to you. Pra ishte përgjigje e pasakt, dhe me që ishte përgjigje e pasakt, ky zotria këtu sa po i humbi 1.999.999 lekët e ti. Qa flet, më vlla, qa flet? Qyqa, ka dalë. Për 2 milion lek bakëshote. Po pëse ku na jep njëri, na i fal njëri? Po ka dalë, groja e me atët këto anëstjep ka 2 milion lek të ëse. Na, qetë qeko. E faleminderit për këtë donacion, zonja Bukra. Faleminderit pra, një duar trokitje, zonja Bukra, sa po na dhuroi 2 milion lek. Wow! E pa mundur, mere ma largo, ajde, vazhdo, lëviz. E se s'kemi ko, bjeri shkurt pra, dhe pa umbur ko, Radha! Le të vi lojtari tjetër. Qa Radha? Jeti, atëra ulu, reatohu, dhe ndërkohë që lojtari i ri reatohet, bashkë do të qifemi javës tjetër, natën e mirë. Jennifer?